Po, o gjenderuar, kemi ato drojën e njeriut për ta gjuruar, të shkoj, mos shkoj, të futem, mos futem, si do ha, si s'do ha. Dhe unë duhet ta potencoj në fund, janë minutat e fundet të emisionit këtë, sepse mund të kemi shumë njerëz që në këto moment janë në dilem për këtë gjë. Sigurisht ndoshta nuk e kanë të plot dhe vetë dijen fetare, por cila do ishte ajo receta më e mirë që mund t'ju jepnim këtyre njerëzve? Është problem tash në këtë kohë shkurt për mbledhësh një recetë më të mirë, por do të mundohem që ta përkufizojmë 2 pika shkurtimisht. E para është të shikojmë burimin e kësaj frike, kush është. Dhe në momentin kur e kuptojmë, mendoj se japim fund kësaj frike. Zoti i Madhnuar përmend se roli i shejtanit, i djallit mallkuar, përballë njeriu është vetëm këtë drejtim, të fut frikën. Ai nuk ka asnjë mundësi tjetër dhe nuk ka asnjë çështje tjetër tek njeriu për ta shmangë nga rruga, përse ta frikson. Sikur që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku njeriu vendos për shembull, nga thellësia e shpirtit, të jetë solidar dhe të jep sadaka dhe lëmosh, detyra e shejtanit është që ta frikson se me këtë e varfron buxhetin shtëpiak. Me këtë i lën fëmijët e tu të varfër. Do të thotë ai nuk ka mundësi ta ndal dorën, nuk ka mundësi ta marr pasurinë këtë çështje Zoti s'e ka mundsuar. Do të thotë çështja e vetëm është që të bën cytje me karakter friksues tek njeriu që ta shmon nga rruga e Zotit. Dhe kur ne e kuptojmë se burimi i kësaj frike është armiku jon i cili kur nuk na ka dashur mirën, besoj se nuk do t'i përgjigjemi pozitivisht kësaj frike, por negativisht, nga se e dim se nuk është reale. Nuk mund të jetë këshilla e armikut ajo që na e don të mirën. Kur? Përsa Zoti na thret ka ajo që është e mira. Dhe mendoj se burimi i kësaj frike është ai që nuk na don të mirën, prandaj edhe duhet që ta flakim këtë frikë dhe mos ta kthejmë kokën në atë anë. E dyta, mendoj se është një shembull që e ka përmend një dietar Ibn Xhauzi, Allahu mëshiroft, i cili shumë ka medituar rreth përditshmërisë së tij. Dhe është interesant ky dietar, sikur që përmendi Blendi, shumë pak do të thotë konsumohet dituria e tij sot, ndërsa përvojat e tij janë më të vërtet marramendse, veçanërisht në aspektin e meditimit dhe lidhjes së përditshmërisë me ato që ka të bëjë me edukimin fetar. Ky dietar një ditë duke nejtur i ulur pranë shtëpisë, xhamisë, kudo qoftë, ka vrejtur 2 punëtor duke punuar dhe duke bartur barra të rënda në shtëpinë e tyre. Dhe është çuditur si po kanë mundësi me bartër këtë barr dhe pa u vrejtë tek ata një lodhje shumë e madhe. Dhe thotë meditova për këtë çështje. Dhe pash se ata kishin bërë një pakt, një aleancë mes vete. Cila është ajo një marrëveshje që në udhëtimin prej marrjes së barrës deri në kalimin atje ku duhet me qu, do thotë ata bënin një lloj zhvendosje të vëmendjes nga barra. Me çfarë? Për shembull, njëri përmendte një, ku e di, një gjëz ose një pyetje dhe ky tash mendon se t'ia kthen, apo. Dhe zhvendosja e vëmendjes se çfarë do ta pyetë shokun dhe si do të përgjigjet shoku, zhvendos të vëmendjen nga barra dhe bën ta të lehtë. Thot Ibn Xhauzi rahimullah, këtë e barta unë në bartin e barrave tona për në ahiret, nga se jemi të ngarkuar me detyra. Dhe nëse ne mendojmë se kur është koha e iftarit, tash vap, do të vëmendja jonë është tek barra vet, nuk do ta mund ta bartim, se është e vështirë. Nga se do ta ngarkojmë këtë barr me një ekstra barr të rënd që ka të bëjë me koncentrimin e vëmendjes tonë tek ajo barr. Por nëse vëmendja jonë është tek ato që përmendi hoxha i nderuar më herët, tek kënaqësia e Allahut të mënduar, tek fitimi i shpërblimit, a din çfarë të pret nëse ti këtë barr e çon deri në fund. Dhe vëmendja jonë ka të bëjë me kënaqësinë e Allahut, vëmendja jonë është tek xheneti i Zotit, vëmendja jonë është tek shpëtimi nga zjarri, vëmendja jonë është tek ndryshimi që e përmendëm, tek nevoja për ndryshim, vëmendja jonë tek ato gjërat pozitive që ka të agjërimin, unë mendoj se agjërimi do të bëhet i këndshëm dhe do të bëhet shumë i afërt dhe diçka shumë i lezetshëm për neve.